Në himnin kombëtar e atij shtetëror, u nderua dhe u përkujtua vepra e 4 hoxhallarëve nga komuna e Shtimës, që sot 23 vite më parë ranë dëshmor. Imamët Fadil Rashiti, Arben Hyseni, Selim Selimi dhe Abedin Mortezi, më 14 dhjetor të vitit 1998, ranë dëshmor në fushë betejë të ndryshme, duke mbrojtur vendin. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, mori pjesë në Akademinë Përkujtimore dhe njëherazi në promovimin e dokumentarit Lulët e Shtegut të Lirisë, kushtuar 4 hoxhallarëve që ranë dëshmor në luftën për liri. Imamët e rënë i kujtoi ish mësimdhënësi i tyre, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, i cili tha se feja jo na mëson që dëshmorët e tillë janë gjallë nën përkujdesin e krijuesit, teksa kujtoi edhe momentet me nxënësit dëshmor në medresene mesme Alaudin në Prishtinë. Dëshmorët tanë janë rruga e ndriçuar e cila neve na ka shpën, na ka pru, na ka sjell deri në këtë ditë kur Kosova së dështë një shtet sovran dhe i pavarur, me papale dhe kontributit të gjithëve pa përjashtim. Kontributin më të madh për shlirimin e vendit e kanë dhënë nënat tona. Ato janë krenaria e kombit tonë. Ato janë të cilët më të vërtet janë gjetur dhe kanë punuar shumë dhe janë motivuese për shlirimin e vendit. Më kujtohet unë shkoja hysha në medrese dhe në të hyrë të medreses po e takoj Arbenin, tashmë dëshmorin e kombit. Tam Arben ka je nisur. Të drejtor, unë jam nisur të bashkohem ushtërisë shqiptare të Kosovës. Ne profesorët personeli që ishim aty, ishim ata të cilët ju flisnin vazhdimsi për nevojën e shqerimit atë dhëut. Shumë normal. Mirë po, e mora afrova afer dhe përqafova me të madhe, dhe është një 2-3 këshilla të vogla i dëshirova çdo të mirë. Dhe ma për ati momenti, pra nuk u takuam përse gjallë në aspektin fizik. Skender Baftiu, kryetari i Këshillit të Shtimës, tha se kjo akademi përkujtimore dhe ky dokumentar po mbahet për ndriçimin e kontributit të këtyre burrave, që dhanë gjithçka për vendin, me shpresë që do të ndriçohet vepra e secilit luftëtar. Në këtë përvjetor të rënies së dëshmorëve, Fadil Rashiti, Arben Hyseni, Selim Selimi dhe Abedin Mortezi, dhe përgatitjes së dokumentarit, dëshira jonë do të ishte që ky të jetë vetëm një trambolin dhe përkushtim edhe i të tjerëve, që mos të ndalen se vepruari për dëshmorët e kombit. Amanetin e tyre nuk do ta zbehim. Zoti madhruar ish përbleft të gjithë dëshmorët tanë për sakrificën e tyre sublime për shlirimin e vendit. Kryetari i Komunës së Shtimës, Qemail Aliu, tha se vitet e krenarisë dhe luftës për liri mbeten gjithmonë duke u kujtuar çdo herë në popullin shqiptar. Vitet ndjekin njëra tjetrin dhe asnjë vit nuk i ngjan tjetrit. Por vitet e lavdisë e krenarisë do të mbeten gjatë në kujtesën tonë kombëtare. Ka vetëm një rrugë nëpër të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të dëshmorëve të kombit, të cilët në kthesën e madhe historike ishin të gatshëm të falin gjakun për ardhen e lirisë sonë. Kaluan 23 vite, do të kalojnë edhe shekuj, e kujtimi për dëshmorët do të mbetet i freskët për orën në mendjet tona në kujtesën tonë historike. Brezat që vinë do t'i mbajmë në zemër dëshmorët për t'i bërë flamuj në valim rrugëve shesheve tona të lirisë. Kryetari i shoqatës së dëshmorëve, Muhamet Bilali, tha se fa luftës së dëshmorëve po jetojmë çdo ditë në liri. Bashkëfetëtarët tanë, ata që kanë rënë me 14 dhjetor të vitit 1998, na kanë dhënë lirin për të cilën kanë luftuar dhe janë sakrifikuar brezat të shqiptarëve. Ne atyre japim mallin dhe ambjen krenarin, kujtimet dhe çdo gjë që sjell liria në jetën tonë. Luftëtarët e lirisë që po i përkujtojmë sot në këtë dhjetor janë bërë pjesë e jonë e jetës sot të përditshme, sepse në secilin mëngjes kur gjohemi janë me ne, nga se janë pjesë e lirisë sonë. Në fund të kësaj ceremonie, u ndan mirënjohje post-mortem për familjarët e hoxhallarëve që ranë dëshmorë, duke u shfaqur edhe dokumentari i dedikuar për ta.
Në luftën e fundit në Kosovë, ranë dëshmor 37 imam, duke dhënë kështu jetën për lirinë e vendit.